me gjithë institucionet të qoftë me Hagën dhe të dërzoj ata kriminal të dëshmuar që kanë bu masakra në 6 vende Ballkan Perëndimor, në Sarajevo, po edhe në Kroaci, edhe në Kosovë në luftën e fundit, po besoj Vučići tash e din mirë çfarë ujëra duhet nëtuar dhe ka fundin dhe vetëm kjo rruga e bashkëpunimit me Bashkimin Evropian mund ta shpëtoj po një kohë të shkurt dhe besoj tash Bashkimi Evropian i ka politikat e veta të gatshme kundra Vučićit dhe kundra Serbisë se çfarë duhet përdor dhe nuk ka këto asfar vend për glorifikime, po vetëm duhet të bashkëpunoj me sistemin juridik në Hagë dhe duhet të dërzoj kriminalët që kanë bërë masakra dhe krime në Republikën e Kosovës. E qartë, mirë Zoelimi, ndjekim tjetër insertë se çfarë ka ndodhur ditën e djeshme në Serbi dhe rikthehemi. Incidenti ndodhur para ditën e së mërkurës në Beograd ka tronditur opinionin publik serb dhe ka shkaktuar reagime të shumta politike. Sipas raportimeve të mediave vendase, ngjarja ndodhi pranë ndërtesës së parlamentit të Serbisë në zonën ku për javë të tëra ishin ngritur tenda dhe mbështetës të qeverisë, të cilët po protestonin në shim për krahjen ndaj politikave të presidentit Aleksandar Vučić dhe ekzekutivit të tij. Sipas informacioneve paraprake, një person ende i pa identifikuar ka hapur zjarr në drejtim të kampit të tendave, duke plagosur një qytetar. Pas së shtënave, flagët kanë përfshirë disa nga tendat, ndërsa dëshmitarët okular kanë raportuar për panik dhe shpërndarje të menjëhershme të turmës. Forca të shumta policore dhe ekipe zjarrfiksish janë dërguar menjëherë në vendngjarje për të shuar zjarrin dhe për të evakuar personat e pranishëm. Presidenti Aleksandar Vučić, i cili në ato moment ndodhe në një takim qeveritar, reagoi menjëherë duke e cilësuar incidentin si akt terrorist. Mirë, Zoelimi, incidenti me armë para parlamentit të Serbisë mund të jetë ky tashmë sinjali i parë pra i përplasjes së madhe mes mbështetësve të Aleksandar Vučić dhe kundërshtarëve të tij. Po mos e qartë e ka paralajmëruar edhe vetë Aleksandar Vučići që do të vijë një situatë e tillë dhe njësia elitare saj më e mira që ka Serbia në dispozicion për këtë situata dhe situata tjera, besoj ky pjesëtari i sigurimit shtetënor e ka bua atë akt kriminal dhe ajo besoj ka qenë një pretekst dhe për ndezjen e aty në tendave dhe për të marrë masa dhe këtë njësia elitare dhe shërbimet inteligjencë i kanë ardhur në ndihmë dhe e kanë arrestuar dhe besoj që aty ka prit vetëm edhe pak për të eskaluar situata, po e kanë marrë situatën në kontroll dhe besoj aty është dita ditës shoh ky person apo dikush tjetër do të vi fundi dhe do të përshkallëzohet situata dhe besoj që më në fund regjimi i Vučićit do të bie për tokë dhe është e mojt me dhunë, me gjithë njësinë inteligjence, me gjithë shërbimet ushtrin dhe policin, të gjitha njësit i ka të gatshme në dispozicion i përdor, po edhe vetë pjesëtarët e rastit Banjska, movesh i kemi po në media të instaluar si heroja të ku rrin Aleksandar Vučići dhe besoj kjo është më e qartë se çfarë shteti policor është i Vučićit dhe Serbia dhe këtë besoj të gjitha ka vendin në burg se ata pjesëtarë e kanë vendin në burg dhe kanë bërë krime dhe do të përgjigjen para organeve ligjbatuese në Republikën e Kosovës në rastin Banjska, që është vrarë polici Jon Afri Bonjaku dhe besoj tash mos e qartë se Vučići bën kalkulim në dëm edhe vetë aty në pjesëtarëve se edhe ata duhet të ndjekin dhe kam ndjek se ka presionin edhe nga Bashkimi Evropian dhe nga SBA-së të gjithë kriminalët duhet të dorëzohen dhe jo të jenë të lirë dhe jo të bëjnë asnjë kalkulime politike në dëm popullatës atje pa marrë parasysh Vučići, po jo edhe popullata nuk janë kriminal, një pjesë e madhe ata që nuk ju kanë bitë Vučićit dhe e kanë pa që Vučići është një kriminal dhe nuk mund të bashkëpunojnë me ta, sidoqoftë Vučići e ka fundin dhe të bie sa më shpejt për tokë, siç e don populli vet dhe gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimi Evropian dhe amerikanët. E qartë, Zoelimi, pse tashmë çdo incident në Serbi përfundon me narrativën terroriste, pra apo e shfrytëzon pushteti retorikën e frikës për të shmangur kështu dhe hetimet e vërteta? Po, kjo retorika për terrorist Vučići e përdor vetë si karem apo si alibi, pretekst si do të qoftë, besoj kjo është mos e qartë. Tash mundohet çdo formë tjetër të mbroj veten dhe të shpëtoj, po e ka të pamundur. Sa herë dhe
do të thotë, politika fuqish nuk është e mirë as për vetë popullin dhe peshepi mban me presion me aparat shtetënor që nuk ka mujt si Kosovën 100 vjet në majt me aparat me dhunë ka pas pa mundur dhe besoj kjo është mos e qartë nuk do të lejohet, po si të qoftë kjo është politika e fuqishit, po si të qoftë besoj kjo është mos e qartë dhe nuk do të lejohet dhe nuk kanë me leju populli i Kosovës të përdoret për karram politik të Aleksandr Vučićit e gjitha e popullat për dhe institucionet atje sigurisë. E Elimi, a mund besohet vërtet policia serbe pra në hetimin e një ngjarjeje që ndodhi sigurisht në afërsi të parlamentit serb dhe a pritet të dalë ndonjëherë e vërteta apo do të ketë gjithmonë të mbulimit e hetimit me propagandë? Po kjo e fundit besoj që do del më në fund kur të bie regjimi. Dhe të gjitha ata persona përgjithësi që kanë shërbyer duhet të përgjigjen para ligjit të Republikës së Serbisë pse kanë shërbyer një politikani Aleksandr Vučić që ka bërë politikën në popullit vet. Se edhe me kushtetutën e Serbisë atë të gjithë popullet janë të lirë dhe fjala është e lirë, mund me protestu lirshëm. Dhe të gjithë ata policë, oficer, njësi elitare që kanë shërbyer Aleksandr Vučić kundër popullatës vet duhet përgjigjen para organit zbatues atje dhe të marrin një agjë meritus dhe nuk është dashur të shërbyhet dhe më mirë është dashur të lirohen nga detyra dhe mos i shërbejnë dhe mos i pranojnë ato politika po ja pra ata kanë rënë në grackën e tyre dhe i kanë vazhduar me politika kundër popullatës civile aty në Republikën e Serbisë. E qartë, mirë, zoti Elimi, për të mbyllur sepse tashmë jemi në fund, pyetja e fundit, a do ta përdor presidenti serb Aleksandar Vučić pra këtë incident si një justifikim për të shtypur këtu për të pasur këtu edhe shtypjen e mëtejshme të protestave? Po patjetër këto e përdor mas mirë të shërbimit të inteligjencë orkestrimi nga Aleksandr Vučić dhe koordinatët që jep dhe besoj kjo mos e qartë dhe e ka përdorur dhe ka me përdor apet. Dhe çdo situatë të tillë mund ta kthejnë në pozicionin e vet që ti të shet në opinion sa ma mirë që janë pra pirun protestuesët, ata po na sulmojnë që kjo është e kundërta dhe besoj kjo shumë është e qartë dhe populli e din kush është Vučići dhe politika tina. E qartë, mirë, zoti Elimi, kemi arritur në fund, faleminderit shumë për informacionin dhe për kohën tuaj. Narsi, faleminderit. Kënaqësia është e jona. Mirë, ishim me zotin Jeton Alimi, do mbyllim këtu për ditën e sotme, bashkë jemi sërish në aktualitetin e radhës.